Të dashur miq të Albania Times, një ngjarje tjetër e rëndë shënuar në qytetin e Vlorës ditën e sotme në datën 3 janar të vitit 2026, ku kemi pasur një grup të rinj të cilët janë konfliktuar me njëri tjetrin pranë zonës ujit të ftohtë. Një nga të rinjt ka marrë armën e shokut vet dhe ka qelluar në ajër. Menjëherë kanë shkuar në vendngjarje forcat e policisë së rendit, të cilët kanë neutralizuar autorin i cili ka goditur në ajër, por ka arrestuar edhe të tjerë të rinj të cilët ishin në konflikt. Kjo është një ngjarje tjetër e rëndë pas ngjarjes datës 2 janar ku humbën jetën në Orikum bashortja dhe bashorti. Ka filluar ters ky vit 2026, megjithatë shpresojmë që kjo të jetë ngjarja e fundit për këtë muaj dhe shpresojmë për një kohë të gjatë të këtij fillim viti. Ju falenderoj shumë, nga avokat Alban Duraj.